Kalojmë këto momente komunikimin së bashku, duke parë edhe temën e ditës, që duke mos diskutojmë për bonusin e fundvitit për pensionistët dhe pak më vonë fakt edhe nëpërmjet ekspertit në studio do të shpjegojmë gjithçka që dini edhe për tërheqjen e bonusit dhe po ashtu edhe për masën e re të pensionit që do të ketë gjithë secili prej pensionistëve nga janari vitit të ardhshëm, por mund të bëni edhe pyetje të drejtë për drejtë apo edhe sqarime nëse keni pa qartësi. Mirëmëngjes, përshëndetje, në bisedat që do të zhvillojmë patjetër dhe çështjet e tjera të ditës apo të aktualitetit, protestat foltore të Partisë Demokratike apo edhe çështja Balluku, ku sot gjykata kushtetuese pritet që të paktën të marrë një vendim të shprehtë nëse mund të pezullojë një ministër gjë kjo kohë apo jo. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, ju dëgjoj me vëmendje, më thuaj. Ka 35 vjet, si sa herë vjen muaj nëmër, diskutohet puna luftë nacional shërimtare. Jo s'kan luftue, jo kanë luftue, jo s'kan luftue. Po. Të më hajsh luftën. Ndodh kjo. Më hajsh luftën nacional shërimtare, nuk ka bovaki asnjë shtet botës, nuk ka bovaki me thonë kush i pjesën e popullit, jo krejt, po i pjesë. Me thonë s'kana luftue. Me thonë, ne na kanë, nuk e na kanë çorë, ne kanë pushtuar. Që s'ka bovaki asnjë shtet botës. Lufta nacionale shërimtare është lufta më heroike, më lavdishme si ka bë populli shqiptar, qysh me Skënderbeun. 2 lufta ka bë populli shqiptar historikisht. Lufta e Zërës Kasrës Skënderbeut dhe Lançi. Si ka shpartallu ushtrinë më të fuqishme. Shkurt. Jo, ajo historike, ajo thotë historia. Po pra, dakord. Dhe tjetra është kjo lufta antifashiste nacional çlirimtare, sipas jush, pra, këtë po ju them. Shpartallu ushtrinë më të fuqishme e më të organizuar të botës pranërinë otomane. Otomanës, dakord. Skënderbeu me 10.000 ushtar ka shpartallu ushtrinë e Turqisë me 3 rrethime të Krusi ka shpartallu. Lufta nacionale shërimtare me 70.000 partizan. Dhe ju jeni të irrituar me ata që vënë në diskutim këtë luftë antifashiste nacionale çlirimtare? Po pra, ata si nuk kanë luftuar vetë, pse s'luftuan ata? Pse s'luftuan me 7 prill për shembull kur sulmoi Italia fashiste Shqipërinë, pse s'luftuan ata? Po ikën sikur mit, ikën arave të umshatën. Dakor, keni diçka tjetër? Vetë s'kanë luftuar, ati tjetëri që thonë pse ke luftuar. Mirë, faleminderit. Dakor, faleminderit edhe të përshëndes për telefonatën, sepse kuptoj që ky ishte letemi meraku juaj më i madh. Përshëndetje, ecim me një tjetër opinion. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Bëni pjesë e programit edhe me figurë pra në WhatsApp call, mund të telefononi në numrin që keni në ekran, por edhe pak më vonë pra mund të bëni pjesë e programit me paqartësitë, problematikat që mund të keni me pensionin tuaj. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ju dëgjoj me vëmendje. Po, të lutem nga që të kap rrallë, do mblesh çik disa minuta për të thënë disa mendime. Të dëgjoj, më thuaj. Okej. Dhe njës me këto protestat e Sali Berishës. Po. Tani, është një keqardhje madhe, do më thonë, që a i vazhdon një tragjekomedi e tila pa e shkatron për dënë tërsisht. Qa kërkon Sali Berisha? Sali Berisha kërkon qeveri teknike, e tila në pamjet parash e drejtë. Por qeveria teknike, a i dhe gjitha ta i qever nga mrapa, nuk realizohet ashtu duke bajt në për ca foltore të improvizuara, kështu, pa mposht, pa logik. Po? Dhe në qofë se nuk e di Saliu, do të tregoj popullin në këto votimet e fundit. Mjafton të vëj mjafton të vëj vetëm një nen në kodin zgjedhor dhe e ka të zgjedhur. Po, tjetër? Alo. Ju dëgjoj. Kam ndërhyrje në 10 për ne. Ju dëgjoj, po, tjetër? Edhe herë për teksoj. Mjafton të vendosi një nen në kodin zgjedhor dhe e ka të zgjidhur qeverinë teknike. Çfarë kodi? Në qoftë se nuk marrin pjesë më shumë se 20% të votuesve në zgjedhje, zgjedhjet janë nul dhe për 4 vjet
të qeveria teknike. Dhe të shikojmë pasaj, po a je di dhe vetë që... Sa përqind ishte kjo? Sa përqind ishte? Pjesëmarrja? 20%. Nëse nuk monin pjesë 20%, qeveriset me qeveri teknike. Okej, edhe diçka tjetër të lutem. Më falë, ta maroj. Për 4 vjetë qeveri teknike. Okej, vendosit kod zgjedhor. Dhe pasaj, ato që thotë Saliu nuk realizohen, as bonuse në fund vitit, as administrata që do tjetë në dobi të një partije që është në pushtet, dhe kështu zgjidhet problemi. Mi po të dy palët nuk e dun këtë gjë dhe janë ato marrëveshjet e fshehta. Tani, që kisa për të në tjetër. E fundit, të lutem, për efekt kohë, të lutem. E pse e fundit, do mblet qasi që i kse... Të lutem, po nuk kemi kohë, të lutem. Do kemi mundësi dhe herë tjetër. Mirë, dakord. Po, vika keqës po më lejo këtë klasë. Himo ma thuaj edhe diçka, po. 2 fjalë kam për Edi Ramën dhe pasaj 2 probleme që i ndjek çdo ditë me keqardhje në shtypin e ditës. E para, Edi Rama, para se të vinte pushtet, ka deklaruar ashtu si bashkë dhe gjithë politika tjetër, që kur ishte fjala kur i dha intervistë asaj gazetares angleze, i tha për Ilir Metën. Nuk është çështje individi, është çështje sistemi. Por që atëre deri më sot, as e ka sqaruar çfarë kupton me sistemin, kush janë defektet e sistemit dhe çfarë masash ka për përmirësimin e sistemit. Okej. Problemi që më shqetëson më tepër janë pakënaqësitë popullore që në përrrethe. Bëhet një grevë aty në minierën e Kromit. Po. Hypi heshtje totale. Krim. E dyta. Okej, mirë, të falenderoj, të lutem të falenderoj. Keni, duke ju kërkuar ndjes, të lutem, po nuk mund të zgjatemi pa fund. Të kërkoj ndjes, sepse ke shumë drejt, por kohën e kemi, më beso, të shenjtë. Imi pritur program dhe nuk kam asnjë gjë në lidhje me ato që po thua, por e kishe marrë pak me shtruar. Tani, vërtet nuk ka pet linja, po jo kur ka linjën të diskutosh për çdo gjë, sepse shkon shumë gjatë. Mirëmëngjes, përshëndetje, kemi një tjetër bisedë. Në mos gaboj, bëjmë me dje kolegët në regji, urdhëroni. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes Andi. Mirëmëngjes, ju gjej me vëmendje me kënaqësi dhe më thuaj. Atëherë, tema e emisionit është për pensionet, mos gaboj. Po. Edhe çështja tjetër të aktualitetit, po pensionet patjetër. Bonusi. Po na lejuat ju. Atëherë, desha të thoshja për pensionet. Normale që janë modeste, por ma bit fakti që qeveria për ato bonuset e deputetëve a reagoj me herë, sidomos edhe për rrogat. E pati mundësi, kurse për pensionet janë modeste, aq është kapaciteti i saj, po do të rritet për më shumë, që të ketë mundësi edhe pensionistët ta gëzojnë atë pension. E kuptoj. Kështu që tash i tema tjetër për protestën. Po, më thuaj, patjetër. Ajo është, si sa thash dje, është bërë tallava fare, është bërë e bajatshme. Edhe me sa më kujtohet edhe ku ka pasur ajo dilte, unë nuk po zdej emër, po e them me epitet korbik fatkeqësive. Dilte nga balkoni, edhe fëmijët e mi thoshin, o po këta ky prapë del. Edhe unë e bëja në formë shaka, i thoshja dikur në kohën e vet, Ratësheja dikur me televizionin shqiptar, jepte çdo shtunave, jepte emisionin e prallave. Të shtunave në orën 6:00 deri në 6:30, se unë prisja dhe të ndiqja dhe ka qenë 20 minuta për këngët kosovare. Edhe më shfiksuar që nuk ka qenë ajo gazetarja, aktoria Margarita Kallama. Okej, pa u zgjatur shumë detaje, Edhe janë për tallava, është bërë e bajatshme. Dalin aty persona që thonë që ka ngritur flamuri Skënderbeu, ignorancë totale. Nuk ja vlen, nuk e di si shkojnë ata. Ai popull nga mbrapa janë të rritur për me Skënderbeu e ka ngritur, po jo në Vlorë në 12-ën, po shumë më herët. Okej. Po shumë më herët, pikërisht, pra ka ngritur Skënderbeu. Kështu që kurse tjetra kjo... Po, për të mbyllur të lutem. Dje më shpëtoj ta thoshja, kryeministri vërtet tha që nuk ka ndodhur në vend të Evropës. Okej, kjo është e vërtet.
por logjika morali është që në qoftë se akuzohet një ministër duhet të bëjë drejtje. Tash ishte Albena Metaj, u largua. Tash më sa kam parë edhe nga televizioni juaj, po ndiqet nga Spaku, po hetohet për një 3 milion euro. Tani Ameta i gaboi, e mashtroi Edi Rama, iku. Tash ky kryeministri kur e shikon që një zvend si ti e mashtroi, e vodhi, vjen dhe tjetër një këshill mund të jepte Ballukës Zullufe. Tani kur më fal edhe një sekond. Tani kur vjen ajo Belinda Ballukja, vjedh. Tash i jep drejtjen. Hapi rrugë drejtësisë që të jetoj. Jo kapu deg më deg, jo s'ka bërë kjo, s'ka bërë vaki. Nëse je i pastër, leje drejtësisë. Ai e ka dhe burin dhe arrëndor, votat i ka. Jepet drejtësisë. Edhe vazhdoj. Faleminderit, Faleminderit, përshëndes për telefonat.